Partia Demokratike e Shqipërisë zhvilloi këtë të shtunë procesin zgjedhor për kryetarin e kësaj force politike në të gjithë vendin. Procesi i votimit u organizua edhe në degët e qarkut Tibër, ku anëtarët e Partisë Demokratike në Tibër, Bulqis, Matë dhe Klos ju drejtuan kutive të votimit për të ushtruar të drejtën e tyre. Qendrat e votimit u hapën rreth orës 8:00 të mëngjesit dhe procesi vjoi normalisht deri në orën 18:00, orari përcaktuar në statusin e Partisë Demokratike. Sipas komisioneve lokale zgjedhore, procesi në të katër bashkitë u zhvillua pa probleme dhe me pjesëmarrje të konsiderueshme të anëtarësisë. Në këtë garë për drejtimin e Partisë Demokratike, kandidati i vetëm në fletën e votimit ishte Sali Berisha, i cili kërkoi një tjetër mandat në krye të Selis Blu. Anëtarët kishin mundësinë të votonin prompt, kundër ose të zgjidhin opsionin abstenim në një proces që synon konfirmimin e Berishës si kryetari i Partisë Demokratike. Në bashkinë Tibër, rreth 1250 anëtarë të Partisë Demokratike kishin të drejtë vote. Ata u drejtuan qendrave të votimit gjatë gjithë ditës për të shprehur qëndrimin e tyre lidhur me drejtimin e partisë. Edhe në Bulqis procesi nisi në orarin e përcaktuar, ku rreth 1300 anëtarë kishin mundësinë të merrnin pjesë në votim. Ndërkohë në bashkinë Matë numri i anëtarëve me të drejtë vote ishte rreth 1400, ndërsa në bashkinë Klos kishin të drejtë vote afro 650 anëtarë të Partisë Demokratike. Pas përfundimit të votimit në orën 18:00, komisionet nisën procesin e numërimit të votave, ndërsa rezultatet pritet të publikohen fillimisht në nivel vendor dhe më pas në rang kombëtar. Ky proces konsiderohet i rëndësishëm për strukturat e Partisë Demokratike, pasi do të vulojë drejtimin politik të kësaj force për periudhën në vijim. Përveç zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike, në degën e Matit u zhvilluan edhe zgjedhje për strukturat drejtuese lokale të partisë. Anëtarët votuan gjithashtu për kryesinë e degës së PD-s në Matë në kuadër të riorganizimit të strukturave lokale të kësaj force politike.